87% e kësaj mostre kanë defekte në matje. Sa ishin ato diferencat në fillim disa? Edhe nisa, po diferencat në fillim kanë qenë... Se ki problemet u drejtu me amën. Jo, absolutisht. Diferencat kanë qenë dikun 1 orë, 2 orë. Qashtu i kem vrejtë në fillim dhe mu duk një farë anomalije, nuk mu duk e diçka në regull, po saqërisht kur e bëjsha krahasimin ose masha referencën e kohës kur ata njësor masin keq. Sepse tu e dit, na në familje tona, përso edhe në shpinë tone, Tibran, e kem rujt i qysh kohën prej 10-ve gjatë mujve të dimrit e 11-ve gjatë mujve të verës, kur energjia është me të lirë, edhe është përgjysë me të lirë, na me lëshu maçinat e enve, maçinat e teshave, bojlerin, grojën, e kuta dion që me shfrytzu energjin sa ma lirë që mojna. Dhe kur e pash që këta njësor, po masin keq, pra jo në orën 10, se kur e kem zbulu si skandal kanë qenë mujtë ftoft, mujtë të dimrit, jo në orën 10, pa ata fillojshin me matë mas 2 ore, mas 3 ore. Dhe nisa e bona një hulumtim bashkë me disa kolegë prej Zyrës aty dhe thamë, hajde të shohim këtë skandal qysh po na shpërfaqet. Dhe në Ferizaj dhe në Prishtinë e morëm një mostër prej 884 njësorve. Nga kjo mostër, neve na dul që 87% e kësaj mostre... 87%? Po, 87% e kësaj mostre kanë defekte në matje. Dhe me tonë drejten, ndash statistikisht, ndash qysh do që e analizon, kjo nuk t'jep në i farë indikacionit që është gabim teknik, sepse mostra është shumë e madhe. Edhe ngrita mandesi që është e alarmova, shkova në kec për me, sepse pas reagimeve të mija që majta një konferencë për shtyp, keci dole dhe tha, jo, këto nuk janë të vërteta, si gjithmonë, matjet janë sakta, këta dion, dhe shkova me dorëzu mostrat e mija, me fotografi, që shi kem matë, sepse fotografimet i kem marrë një telefon, të njësori i kem fotografu dyja që me pa diferencën në kohë. Nuk na pritën hezën ta, kem tentova, shkova me një zyre poshtë të arkivës, më thanë qaj atje, qaj aty, më sillën një gjysore, edhe realisht askush nuk i pranoj, unë ja lash një punëtore aty, thash që këto i kom pru për me dhonë menaxhmentit, me qenë se menaxhmentis po më takon, ajo gruaja nuk doj keme i pranu, si dosi se ku e di u frigu pak, tha po shkoj pe pys dikon lartë, po unë i lash aty edhe ma nuk u këthyja sa jo, unë vazhdova punët mija. E çuditshme, pas ta i reagova dhe në zyrën regulatorit energjisë, pas disa presioneve aty të dera, na e hapën derën dikur, na pranun, u zotun që kanë me i nejt ka shikë soj qashtje, por problemi nuk ka përfundu, sepse pastaj qa kem pana edhe keci, pastaj u vu në aksion edhe Ministria e Industrisë dhe Tregtisë, që thanë se këta kriju një farë trupe, ku ta dion që me i verifiku këta njësor, a janë rregull, as janë rregull, e mohojshin me një farë forme këtë pretendimin tim, po tregojshin që ka mos përputhje në matje të kohës dhe rrjedhimisht të fakturimit. Pra, dy palët, thëshin këto nuk janë të vërteta, po kena vrejt diferenca kohore. Ndohë që Ministria nuk e di a ka diskrecion me vendos, nështë edhe ka me vendos gjoba, nuk e di qka ish një lloj arsyetimi që vendosin gjoba, e para pse ka në domenin e Ministrisë Industrisë? Dëgjom, e jo të energetikës? Sepse Ministria e Industrisë e ka një agencion mrena për mrena, që është agencioni i meteorologjisë, sepse dytve të fundit i kam hasë dhe disa njerëz që e kanë ngatru, po e quajnë meteorologjisë, nuk është meteorologji, gjithë shka që ka matët. Apo kupton? është agencion, është regulator me një farforme, i cili i bën kalibrimet, i bën certifikimet, i bën matjet të herpashershme, po nuk e bën vetëm për njësor elektrik. E bën edhe për pompat e derivateve. Pra ku shkon me mush naft. Me kësyra e ki 1 litër. Kur ta qet 1 litër aty, të që e ke ma 1 litër, me këqyr në kanta e ki 1 litër, ose në rezervar. Këto matje do të më bo. Nuk ka veç me metër, po ka dhe me shkon me mat tekstil ku shitet. Okay. Apo kupton se do vonë tekstilin e kanë mat me metër kështu, ka mundësi që ato metra mund me qenë edhe të manipulueshme. Te shet që është 1 metër, por realisht mund me kanë më e vogël se 1 metër. Pra gjithçka, çka matet në Kosovë, është një agencion mana Ministrisë. është agencioni meteorologjisë për brenda. E tash ku kanë defekti aty,
defekti ka qenë që aja agencione kish pas veç një njeri. Edhe me një njeri, normalisht nuk unë është mi dalë në kry krejtë Kosovës. Në shtave që ka ditë me matë. E dyta, do më thonë, qaj laborator do të me ka një licensum, i akreditum, se është laboratori cili ma gjithë shka, edhe arin, dukatin e për argjentarije gjithë shka. Dhe kur ngritëm na këtë çështje thëshin jo, s'ka nevojë se na jena shtetëror, më fal. Nëse duhet më të njoftë, duhet më u akredituar, se edhe Universiteti i Prishtinës është i shtetit, po duhet më licencue, më u akreditue, më shku në për do filtra ku ta diun. Dhe për më tepër ata e kishin pranuar para disa viteve që jo nuk ke mujt më u akreditue, nuk kena licencua akoma ku ta diun dhe prap ka vazhdu. Në 2024 nëse zgaboj, këta kishin ble pajisje në vlerë prej 370.000 euro për një laborator të tillë. Pro pajisit kanë ekzistu, njerëz nuk kanë pas, nuk janë vënë në funksion asnjëherë. Edhe këta kishin prit që tash njerëz kanë me shku qytetarët te dera mi u kërsit, mi thonë ej, saatën e kam keq, heni këqyrne. Po asnjë veprim proaktiv nuk e kanë marrë. Ti si shtet, normalisht që duhet me u kujdes, ti nuk mundesh me lënë kecin me manipulu me njësor elektrik, edhe ti me prit kur qytetarit pi bjen në mend që te ti në ministri, ko ka një agencion një meteorologjisë, mu qu me ardhë aty, me kërsit dhere, me thonë, ej, që kjo është keq. Kjo është skandal. Dhe me një emision televiziv, pastaj ma dërgu një këshilltar të tyne, dhe më thanë, po na i kena vrejt këto, dhe ministria dul me qëndrime, i kena vrejt këto defekte, po nuk janë defekte që e tregojnë se sasia është keq, po koha po. Pro, unë energjinë me të lirë kom prej orës 10 dibran, jo prej orës 2 mëngjesit e 4 mëngjesit, kur sahati kecit kallëzën që obo ora 10. Unë me vendim të zyrës regulatorit energjisë, kom energjinë me të lirë prej 10 gjatë dimrit, prej 11 gjatë verës. Qatëherë, unë organizona, me nej 2-3 orë mi prit makinat e bojlerë me kry punët e tyne, edhe me vazhdu jetën, nuk me pritën 2 mëngjesit. Se pat e nishan edhe do argumente që besoj janë nëzitë, me thonë, ma shumë prej kecit e keskës, që kjo nuk i ka dëmtu qytetarët edhe nëse ka ndodhë, se po i bjen që faturimi i shtrejt, ose se faturimi i lirë, tash në mëngjes ka fillu se ka lëviz ora në qatë kur e ki përdor të energjinë mas shumëti. Kur e ki përdor energjinë mas shumëti, e ki përdor në mëngjes, a kur i ki la teshat e endë mramje. Edhe kjo nuk është vetë qashtit që keci ma ka dhonë mu energjinë me të lira, po kupton? Kjo është qashtit që shteti mu ma garanton këtë sen. Vendimi i zyrës regulatorit ma garanton. Apo kuptoni? Por nuk është qashtit kur keci do me të dhonë ty energjinë me të lirë. Unë nuk ju adaptona orarit të kecit. Unë e kam me vendim të zyrës regulatorit, që është organ shtetënor, më kallëzon kur është energjia me të lirë, edhe sa është me të lirë. Edhe çat herë unë e përdori që është unë du. Po ato kanë qenë manipulime, ato domethënë veç e rëndojshin gjendjen edhe më tepër. Po vërtet, madje që ka pas, më fal që ndërpreva, ka pas një kampanjë kështu vëdisuese çoja se për me balancu konsumin gjatë ditës, ajo ndodh edhe kjo tarifa, blok tarifa me shtrejt e me të lirë. Ka pas një kampanjë ku gjatë përhapun që duhet me përdor në mramje. Edhe unë personalisht e bëj, domethënë çato makinën e të lamjes edhe çka do të anëve, këto krejt mas 10-ve, mas 11-ve në mramje ilshoj, kështu që kjo po del tash shumë manipulative. Kjo po del që na jena lajthit me një farforme. Pra, krejt thirrjet e kampanjës së kursimit të energjisë, prej kryeministrit, ministrës së ekonomisë, e gjitha dikastereve tjera që kanë bërë thirrje me e rujt energjinë, mos me përdor gjatë ditës dhe në orët e hershme të mramjes, por pas orës 10, po del që pas me prit gabimisht. Pra njerëz kanë ajt Ramazani ke frik, dejnë syfer, mi prit, mi la ende, ato ka 2-3 maqina mi lshu. Domethënë, nuk ka. E tash, çka ka këtu problem? Është problemi financiar, sepse njerëz janë dëmtuar, apo flasim për miliona euro të manipulume. Dibran, janë 700.000 njësor. Po që ato desha me të veta, është kjo lëndë për prokurori tash? Unë e kom dërzu lëndën prokurori. Prokuroria ka nismi sekuestru disa njësor. Po në anën tjetër, keci bashkë me ministrinë kanë vazhdu me i hek njësor, me i zëvendësu me njësor 3, që përbën fshehje të provave.
Por nëse ti nuk e ke hetu këtë gabim, ty ka orë keci ta ka ndru njësorin ta ka zëvendësu me një 3, madje të Kinës, që për mu ka prap dyshime nëse ato kanë me matë mirë, ta kanë qitë një njësor 3, edhe ti nuk e din matë që ka ndodhë me njësorin tënë ma herët. S'ka kurfar historiku. Për ato unë kom kërku edhe prej drejtorisë së krimeve ekonomike, që me i marrë këta njësor, me i qu në laborator të pavarur, me i bo matje forenzike, me kallëzu ky njësor që sa ashtu matë gabimisht, në periudat kohore kur ka qenë diferenca kohore, sa ka matë energji sasi, që me përkthy në vlerë monetare. Sepse qëta qytetarë do të mi kompenzu, do të mi au kthy pare, që i keni vjellë. Po flasim për 700.000 njësor në teritorin e Republikës Kosovës. Nëse nga 1 cent në ditë ju vidhet qytetarëve, po flasim për 7.000 euro në ditë. Hajni. Për 30 ditë, jënë 210.000 euro në muj. E për një vit i bjen dikun 2.5 milion euro gati. Asat janë vogla që veç 1 cent, aty më të Po, vjedhë, që po flas. Me reduktu, po duket se mja lecu paketset. Po 1 cent nuk e di, a është faktura jote në mujt, mandej për 30 cent ma shumë ose ma pak. 1 cent ke 7.000 euro në ditë. Në ditë. Për Dhe më 700.000 thonë njësor. nëse bëhet 10 cent të 70.000 euro në ditë.